Horoskopi për ditën e martë, 31 mars 2026. Le të fillojmë me shenjën e parë, dashin. Këtë javë në përgjithësi nuk ka më dëshohi me dëbën, por ka vetëm tani ose kurrë. Një derë që e kishit mbyllur me kyç do të hapet me një goditje që as vetë nuk e prisje. Në punë po të vëzhgojnë, po të matin sa vlen, ndaj mos u bë pishman për djersën që po derdh se lekët mund të vinë drejt xhepit tënd si magnet. Një person me peshë nga ata që nuk flasin shumë por vendosin, do të bëj ftesë që të ndryshosh drejtimin e vitit. Në dashuri, mjaft ndjenje me dyshime. Ai personi që të rri në mendje natë e ditë, po pret vetëm një shenjë nga ty. Nëse je vetëm, përgatitu se një takim rastësor te kafja e lagjes ose në rrugë mund të të dridh gjunjët. Për sa i përket shëndetit, bëj kujdes me nervat, mos u nxe me çdo që të del përpara, se tensioni nuk pyet. Mbaje kokën lart se kjo javë është e jotja. Kalojmë tani tek Demi. Toka nën këmbët tua po dridhet, por jo për keq. Këtë javë, yjet po thonë që mjaft u mbylle dhe u tregove i duruar me ata që nuk ta dinë vlerën. Një dorë e fshehtë po të shtyn drejt një rruge të re, ku paraja nuk do të vijë me pikatore, por me thas, nëse ti di ti kërkosh. Ai projekti që i kishe lënë më një anë pluhurosur dhe harrosur, do të marrë jetë në një telefonat që të vjen nga larg. Mos u tut, se erdhi koha për të korrur atë që mblodhe me mund dhe sakrificë. Në shtëpi, bëhu pak i ëmbël se po të vjen një lajm që do të gëzojë të gjithëve. Nëse ke patur fërkime me njeriun e zemrës, është koha kur akulli shkrin dhe zjarri ndizet prapë si natën e parë. Po që se je vetëm, mos rri mbyllur brenda 4 mureve, se fati yt është jashtë derës, mbase te një rreth shoqëror që nuk e kishe llogaritur kurrë. Kujdes me ushqimin e rënd se stomaku po të jep shenja, por mos u shqetëso, ti je i fortë. Kjo javë është për fituesit dhe ju jeni në krye të listës. Binjakët, fjala juaj do të jetë ligj. Ju jeni mjeshtra të muhabetit, bëhuni gati se do të jeni në qendër të vëmendjes. Një person që ju ka patur zili do të kërkojë ndjes me kokë ulur, se e ka kuptuar që pa ju nuk bën dot përpara. Në punë, po të vjen një mundësi që është shumë e mirë, por kujdes. Mos e nxirr fjalën nga goja përpara sepse syri keq mund të kapë. Lekët do të lëvizin, do të vinë e do të ikin, por në fundit mund të mbetet xhepi plot. Në dashuri, mos luaj me dy porta këtë herë, se mund të mbetesh edhe jashtë loje. Ai njeriu që të do vërtet po pret një fjalë të ëmbël, jo një shaka pa krip. Nëse je vetëm, një mesazh në mes të natës mund të zgjojë emocionet që kishe harruar fare. Shëndeti është i mirë, por kujdes me gjumin, dhe mendja po të punon shumë. Dil, qarkullo dhe shfrytëzoje këtë energji, se fatin e ke me vete. Gaforja. E dashur gaforre, mjaft u fshehe në guack, erdhi koha të dalësh në dritë dhe të shkëlqesh. Yjet po të thonë se lotët e derdhur do të kthehen në lot gëzimi. Një problem i vjetër familjar që e mban peshë mbi supet mund të zgjidhet si me dorë, duke të sjellë një qetësi që e kishe humbur. Në punë, mos u bëj merak për ata që flasin pas shpine, se suksesi yt do t'u mbyll gojën një herë e mirë. Një letër apo një dokument që e prisje me shpirt ndërdhëm do të marrë vulojnë që do ti. Në dashuri, zemra jote do të rra për atë që meriton. Nëse je një lidhje, kjo javë të sjell një premtim të madh dhe do të mbush syt me gëzim. Për ju që jeni vetëm, fati ka rezervuar një takim me një person që duket sikur e njihni për një jete. Për sa i përket shëndetit, kujdes pak me mingarkesën. Merre veten me të mirë këtë javë, se ti do të kesh shumë emocione dhe asgjë nuk do të ndalë. Luani. Kush ka menduar se të shua zjarri do të shoh flakën tënde që ndriçon. Në punë dhe në biznes po vijnë ditë të mira. Një marrëveshje që dikur duke e pamundur, tani mund të ulet në tavolinën tënde me kushtet që do ti. Mos u kurse me veten, blini atë që ke dashur gjithmonë. Dikush nga e kaluara do të kthehet të kërkojë ndihmë.
Trego madhështinë tënde, por mos harro kush të ka qëndruar pranë kur s'kishe asgjë. Në dashuri po vjen një stuhi pasioni që do të lërë pa frymë. Ti nuk kënaqesh me pak dhe yjet po të sjellin maksimumin. Nëse je vetëm, një person me pushtet do të bëjë të ndihesh si kurrë më parë. Shëndeti është i mirë, por kujdes me zemrën dhe emocionet e forta, se ndoshta dhe mund të lodhesh pak. Virgjëresha. E dashur virgjëresht, mjaft u more me detajet se po të ikën plani nga duart. Këtë javë, yjet po të thonë lëre punën të rrjedhë si gjërat po vinë në vendin e vet. Një gabim që ke bërë dikur do të korrigjohet vetvetiu dhe do të sjellë një përfitim që nuk e kishe llogaritur. Në financa, bëu gati për një surprizë, një borxh i vjetër ose një bonus i papritur do të mbush portofolin. Je njeri i rregullt, por sot mund ta lejosh edhe pak kaosin të sjellë fat. Jo çdo gjë kontrollohet me laps dhe letër. Në dashuri ulu pak dhe mos mbro aq shumë veten, por lëre tjetrin të afrohet. Ai personi që të rri pranë ka nevojë të ndjejë ngrohtësinë tënde, jo vetëm kritikën tënde. Por ju që jeni vetëm, një shikim i shpejt në ambientin e punës do të kthehet në diçka më serioze se ç'e mendoni. Shëndeti kërkon vëmendje tek shpina dhe lodhja, ndaj pusho pak. Peshorja, e dashur peshore, mjaft u mendove dhe u lëkunde, se koha e vendimeve erdhi. Një njeri që të ka bërë padrejtësi do të vi të kërkoj falje dhe ti ndoshta do të ndihesh fitimtar. Në punë po të vlerësohet stili dhe mendja jote e hollë. Prit një gradim ose ofertë që të rrit prestigjin në sy të tjerëve. Lekët do të vinë përmes rrugës së ligjshme dhe do të japin atë sigurinë që të duhet për të bërë një investim të madh. Në dashuri, harmonia do të mbizotërojë në shtëpinë tënde. Nëse ke patur zënka, harroj dhe puthja e pajtimit do të jetë më ëmbël se mjalti. Për beqarët, fati po gatuan një takim romantik në një vend ku arti dhe e bukura bëhen bashkë. Shëndeti është në nivele të mira. Kujdes me veshkat. Pi ujë dhe mos u streso për gjërat që nuk varen nga ty. Shkëlqe këtë javë se yjet janë rreshtuar që ti të jesh e lumtur. Akrepi. I dashur akrep. Kush mendon se të mposhti ka bërë llogarit gabim? Fuqia jote misterioze do të nxjerrë fitimtar në një betejë ligjore ose në një konflikt në punë që të hante shpirti. Pjesa e parë e ditës do t'ju duket sikur po eci nëpër baltë. Çdo plan që keni thurur mund të ketë një mur rezistence. Megjithatë, mos i bini murit me kokë, se nervat do t'ju tradhtojnë. Do të jeni në dilemë t'i bërë gjërat tani apo të kërkoj ndihmë. Dhe ja ku vjen një mrekulli. Sapo dielli të kalojë mesin e qiellit, bllokimi do të shkrihet si kripa në ujë. Ju do të shkëlqeni si kurrë më parë. Bota do t'ju shohë si lider, si njerëz që lini gjurmë kudo që shkelni. Miq do t'ju rrinë gati për çdo dëshirë dhe dyert që ishin të mbyllura me kyç mund t'ju hapen vetvetiu. Ju jeni të pandalshëm, thjesht prisni momentin tuaj të fatit. Shenja e shigjetarit. Të dashur shigjetar, përgatituni sepse sot po synoni majat më të larta. Mëngjesi mund të nisë pak me nxitim dhe ndonjë shkëndijë zemërimi që ka kohë që ju zihen përbrenda. Kujdes me durimin, mos i digjni urat përpara se t'i kaloni. Por ashtu siç e keni zakon ju, do të gjeni rrugën e daljes me shumë stil. Gjatë pasdites do të rrethoni nga njerëz që ju falin qetësi dhe siguri. Çdo zhurmë apo debat që do të lindë do ta anashkaloni me buzëqeshin tuaj karakteristike, sepse ju e dini që nuk ja vlen të merreni me thërmia kur keni përpara kulla të tëra. Jeni të fokusuar tek gjërat e mëdha dhe asgjë nuk ju nxjerr dot nga rruga juaj dhe nga suksesi. Fitoria është e shkruar mbi ballë. Britsjapi. Për ju të dashur britsjap, dita do të jetë një udhëtim i vërtet shpirtëror. Edhe pse mëngjesi mund t'ju gjejë pak të hutuar nga informacioni tepër apo njerëzit që ju han kohën kot, mos u shqetësoni. Shpirti juaj aventurier do të zgjohet dhe do t'ju shtyjë të kërkoni përvoja të reja.
larg rutinës së lodhshme. Pasdite, gjithçka do të shkojë në vendin e vet. Do të keni një fuqi shëruese brenda vetes dhe do të gjeni mënyra të reja dhe ideale për të krijuar. Kur dita të nisë të përëndoj, mendja juaj do të jetë vetëm tek qëllimet e mëdha dhe karriera. Ju nuk po ecni thjesht, ju po ngjitni shkallët e pushtetit me hapa të sigurt. E ardhmja juaj shkëlqen dhe asnjë pengesë e vogël mëngjesi nuk mund ta zbejë shkëlqimin tuaj. Dhe tani, ujori. Të dashur ujor, sot mund të shihni atë që të tjerët nuk guxojnë ta imagjinojnë. Dita nis me një dëshirë të madhe për të gërmuar thellë në marrëdhënie dhe në financa. Mos u habit nëse mëngjesi ju sjell ndonjë tek të momentit, apo ndoshta ndonjë vonesë me paratë. Është thjesht universi që po ju teston durimin. Por vëzhgoni me kujdes, sepse do të zbuloni sekrete që më parë ju kanë shpëtuar nga sytë. Sa po të kalojnë orët e para, do të ndjeni një çlirim të madh emocional. Do t'i bëni gjëra ndryshe nga të gjithë dhe çuditërisht për botën. Do të ecin mbar. Të gjithë do të habiten. Në mbrëmje shpirti juaj do të fluturojë lart, duke vendosur synime që askush nuk guxon t'i ëndërrojë. Jeni i vërtet i veçantë në këtë ditë. Peshqit. Të dashur peshq, sot do të ndjeni ekuilibrin perfekt që keni kërkuar prej kohësh. Edhe pse në mëngjes dikush mund t'ju ngacmojë apo t'ju bëjë të mbroheni, merreni me qetësi. Ky njeri është thjesht një pasqyrë që po tregon se çfarë ju mungon. Mësoni prej tyre pa u nxehur. Me kalimin e orëve, forca juaj e brendshme do të rritet dhe do të bëheni mjeshtra të rregullimit të çdo sistemi apo projekti që keni në dorë. Bukuria e kësaj dite qëndron tek fakti se do të merrni mbështetje të madhe nga të tjerët, pa humbur asnjë grim nga pushteti juaj personal. Do të jeni në harmoni të plot me botën dhe veten tuaj, duke treguar se me mirësi dhe punë mund të arrihet çdo mrekulli. Ky ishte horoskopi, ndaj ju urojmë një ditë sa më të mbar, suksese në punë, fat në dashuri dhe një shëndet sa më të mirë.